si të arrihen mendimet e mira për Allahun. Fillimisht vëllezër, nëse do me pas mendim mirë për Allahun, duhet me njoft Allahun, po. Shtat dietarët kanë thënë, është e pamundshme njeri me e njoft Allahun edhe mos me e dashur Allahun. Është e pamundshme. Pse njeri ka mendime të këqija për Allahun, ose domethënë nuk njihet rahat në raport me Allahun se nuk e njeh Allahun, nuk ka lexuar boll për Allahun. Andaj duhet fillimisht ka me lexuar për emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Kur ti lexon emrat dhe cilësitë e Allahut, patjetër kimë dash. Sidomos emrat e tij domethënë që tregojnë për bamirësinë e Allahut, për begatitë e Allahut, për mëshirën e Allahut, patjetër kimë dash. E krahas kësaj, kuptohet duhet me shtu punë të mira. Ose është e palogjikshme me thonë kam mendim mirë për Allahun, që Allah më jep mira, dhe ti me vazhdon çka me bëj gjuna. Se ajo që vërteton se ti ke mendim mirë për Allahun, është kur ti bën mirë. I shton çka punë të mira. Kjo është se ti po ke mendim mirë për Allahun, se Allah ka më të shpërbly. Realisht kur ti bën gjuna, kjo është se nuk ke mendim mirë për Allahun subhanahu wa taala. Se je tu ik çka prej Allah subhanahu wa taala. Sa dietarët kanë marrë shembullin sikur ai zotëria dhe sklavi, kur ka pas atë sklav, këtu në herë, më shumë thot një sklav, thot ik, për i zotënis vetë. Sikur robi tash i ik për Allah, thot ai ik shka për i zotënis vetë. Don me ik, me donë për jasë e robris që është dëmon donë më liru, mirë po pa lejen e ati zotënis. Thot kë, çfarë mendimi ka tash për këtë zotënin e vetë? A ka mendim mirë atë kesh? Pa të shumë që mendim kesh se kë e din se nëse e zena i zotënia vetë që ka më ndëshkua, po, ka më dënu për shkak se çka u ik pe urdhnave të tij ka dal. Kështu është vëllezër edhe me këta, po. Edhe pse Allah ti përket më shembulli më i lartë. Në moment që ti largohesh prej Allahut, kjo është se ti nuk ke domosdoshmë mendim të mirë për Allahun subhanallahu. Po pse s'po bën punë të mira, më thon çka tash un po kam çka mendim mirë për Allahun subhanallahu.